Mirë se erdhët në Muzeun Historik Kombëtar, i cili është një nga institucionet më të rëndësishme në vend. Muzeu Historik është ndërtuar në vitin 1981. Përbëhet në disa pavion, në të cilat është përmbledhur në mënyrë shkencore gjithë historia e popullit shqiptar, nga lashtësia deri në ditët e sotme. Ashtu siç e dini, shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Për këtë arsye, në këtë hartë janë treguar qendrat më të shquara të Ilirisë Jugore dhe Arborisë Mesjetare, ku njerëzit kanë jetuar në mënyrë të pandërprerë deri në ditët e sotme. Ndërsa tek faqja tjetër kemi të prezantuar një objekt të veçantë, Paft, brezi e rripit të ushtarit ilir. Ju lutem. Paft, brezi, pjesa metalike e rripit të ushtarit ilir. Kjo që kam unë mbrapa me është një kopje e zmadhuar 17 herë prej bakri për të treguar më shumë detajet. I përket shekullit të tretë para Krishtit dhe objekti origjinal, pra pafta e origjinale, ndodhet në pavionin tjetër që juve mund ta shikoni vetë. Muzeu Historik Kombëtar është ndërtuar sipas kronologjisë së ngjarjeve. Fillon me periudhën e Paleolitit apo guri i vjetër. Gjurmët e para të jetës në territorin ton i përkasin viteve 100.000 deri në 10.000 vjet para Krishtit. Këto objekte që janë ekspozuar në vitrinë i përkasin viteve 40.000 deri në 10.000 vjet para Krishtit, kryesisht objekte kruese dhe shpuese. Shpikja më e rëndësishme gjatë kësaj periudhe është ndezja e zjarrit me anë të masazhimit të gurëve. Paleoliti, guri i vjetër, kemi një maket të shpellës parahistorike në Korçë. Periudha e Paleolitit apo e gurit të vjetër, mbrapa me është një maket e shpellës parahistorike. Shpella e trenit origjinali ndodhet në tren të Korçës. Në këtë shpellë njerëzit kanë jetuar që nga koha e Neolitit apo e gurit të ri deri në mesjetën e hershme. Kjo vitrinë i përket periudhës së gurit të ri apo Neolitit, që i përket viteve 6.000 deri në 2.600 para Krishtit. Shumë degë të ekonomisë e kanë origjinën në Neolit, siç është buqësia apo blegtoria, dhe mitologjia e ka origjinën në Neolit. Mund të shikoni objektet e kultit të gruas dhe piktura e ka origjinën në Neolit. Kemi fragmentet e enëve të baltës me figura gjeometrike të çrregullta, ku dominon ngjyra e kuqe dhe e zezë. Kjo vitrinë i përket kohës së bakrit, viteve 2600 deri në 2100 para Krishtit. E veçanta në këtë periudhë është se një pjesë e veglave të punës janë zëvendësuar me vegla pune prej bakrit që janë ekspozuar në vitrinë. Sopatat e ekspozuara në vitrinë kanë pasur rolin e veglave të punës, rolin e armëve, po ashtu rolin e parasë së parë, njësi matëse në shkëmbimin e të mirave materiale. Gjatë kohës së hekurit, që i përket viteve 1100 deri në 500 para Krishtit, vëmë re zhvillimin e shoqërisë ilire, vëmë re civilizimin e gruas ilire, që përveç veshjeve, rrobave, tashmë ajo ka një numër të madh ornamentesh apostolish që është përdorur në ditët e sotme. Në këtë vitrinë janë ekspozuar ornamente prej bronzi dhe objekte kulti, siç është ky byzyliku në vitrinë, që i përket kultit të gjarprit, për shkak se ilirët mendonin se gjarpri i ndihmonte në raste fatkeqësish. Në hartën mbrapa meje është ekspozuar, shtreguar Iliria në periudhën e para Krishtit. Iliria shtrihej në të gjithë pjesën perëndimore të Ballkanit, nga lumi Danub në veri, ku ndahen dy degët e saj Sava dhe Drava, deri tek gjiri i Ambrakis, apo qyteti i Prevezës sot në Greqi. Iliria ishte përbërë me një numër të madh fisesh, që kanë luajtur role të ndryshme, të rëndësishme në periudha të ndryshme. Në zonën midis Tiranës, Durrësit dhe Krujës ka ekzistuar një fis albanët, përmendet dhe qyteti Albanopol. Mendohet se nga ky fis ka marrë emrin Albania që na njohin të huajt. Pra u njohut me hartën e Ilirisë, u njohut me fiset ilire, që ishin të shpërndarë nëpër të gjithë pjesën perëndimore të Ballkanit, dhe në pjesën tjetër, në pjesën e ardhshme, ju do të njihni me zhvillimin e shoqërisë ilire, me formimin e shteteve të para ilire, si dhe me objekte mjaft të rëndësishme që i përkasin periudhës së antikitetit në Muzeun Historik Kombëtar.